Mirë dita të gjithëve. Shpresoj të jeni mirë. Punë të mbarë sot. Kam nevojë për ndihmën tuaj sot sepse do t'ju bëj disa pyetje dhe do dëshiroj një përgjigje. Është mirë që të marrin pjesë që të gjithë, do t'ju lutesh të merrni pjesë që të gjithë, sepse sot me pyetjet që do t'ju bëj padyshim do mësojmë shumë. Dëgjoni me kujdes. Kush është rastësisht i bëj like faqes që jemi sërish, ju falenderit kush nuk e ka bërë ende dhe falenderit që jemi për herë bashk. Falenderit nga thellësia e shpirtit. Atëherë, doja t'ju pyesja, pse dollari ka rënë tani në këtë periudhë? Për çfarë arsye? Pra kush është problemi? Dua thash që të marrin pjesë që të gjithë me një koment, sepse ne duhet që të kuptojmë, secili duhet të kuptojë këto argumenta. Por duhet të pyes edhe diçka tjetër. Pse euro kur doli në vitin 2000, pse euro kur doli duhet të dilte me atë çmim? Kush e vendosi atë çmim? Pse duhet të kishte atë çmim që doli? Për çfarë arsye? Sepse doli nga hiçi. A doli nga hiçi? Pse duhet të kishte atë çmim? Inflacioni ose buxheti financiar i çdo shteti ishte i ndryshëm. I Italisë, i Gjermanisë, i Greqisë, i të gjithave. Ishte ndryshe. Pra buxheti financiar shtetëror ose PIL që quhet. Ishte ndryshe. Pra ndryshe për Italinë, ndryshe për Gjermaninë, ndryshe për Greqinë, etj, Francën. Kush e vendosi që duhet ishte ai çmim? Sepse ishte pothuajse dyfishi i euro me drakmin apo me liretën. Bile do t'ju them, në vitin 1991-92, kur unë bëra shkëmbimin e parë të drakmive, mbaj mend që kursi ishte 1/14 me lekët shqiptare. 1/14, nuk e di më kuptoni apo jo. Ne atëherë në atë kohë merrnim 3500 drakmi në ditë, ose kush ishte më kështu, për shembull që unë bëja spektakle, merrja 5000 drakmi në ditë. Mirë po, të kishe atëre 100.000 drakmi, ishte, merreni mend sa ishte, sepse 100.000 drakmi që ti kishe në Greqi, merreni me mend kursi 1/14 në Shqipëri se sa ishte. Dhe unë dua t'ju pyes, çfarë ndodh në këto raste? Pse ky inflacion, me fjalë ky ndryshim i madh, për çfarë arsye? Mundet që të jetë ky ndryshim nga buxheti që nuk lëviz brenda një vendi. Pra duke qenë në atë kohë, sepse ishte një periudhë për shembull që në Shqipëri nuk lëvizte asnjë lloj e ardhur financiare, bile edhe pasuritë e patundura, edhe pasuritë në përgjithësi nuk lëviznin. Pasuritë e patundura janë toka, shtëpitë etj, por pasuritë e tjera, për shembull nafta, kromi, bakri, apo agrumet, apo çdo gjë, qumshti, ku ta di unë, të gjitha këto janë gjithmonë pasuri e një vendi sepse bëjnë lëvizjen e parave në një vend. Pra atëre ishin pothuajse të bllokuara. Mund të ishte ky problemi, apo ishte vlera e buxheti financiar që është njëkohësisht edhe e çdo individi në atë vend. Ose ndoshta ishte kjo. Për shembull, pse në Zvicër buxheti financiar i vendit është më i lartë sesa në vendet e tjera të Evropës? Për çfarë arsye? Pse në Zvicër, për shembull, niveli i jetesës është më i lartë dhe normal që kur është niveli i jetesës më i lartë edhe paga është më e lartë. Njëkohësisht edhe buxheti financiar shtetëror. Pse? Mund të më thoni? Pra çfarë po ndodh tani, sepse dua që të arrijë në këtë pikë sot? Çfarë po ndodh sot që dollari ul? Me fjalë, pse duhet ulesh kaq shumë dollari? Kur dollari dikur ishte më shumë më i lartë nga euro. Pra përse? Për çfarë arsye? Do t'ju lutesha shumë që të gjithë kuptojeni mirë këtë, pra mundohuni që të kuptoni këtë thelbin e kësaj bisede që po bëjmë sot, dhe do të dëshiroja një komentin tuaj. Sot jeni ju protagonist, jeni ju që do përgjigjeni, dhe jeni ju që do më mësoni mua sot. Do t'ju lutesha. Sepse ky është një argument që prek xhepat e secilit. Është tepër e rëndësishme, është thelbësore, sepse në qoftë se kuptohet kjo gjë, secili nga ju do jetoj mirë. Nuk po them që do bëhet i pasur, por do kuptoj disa gjëra të rëndësishme që do jetoj mirë. Dikush nga ju do thotë, shiko,
Sidoqoftë buxheti financiar i një shteti ku gjendem unë është ai dhe ne nuk mund të lëvrojmë dot gjë. Nuk është e vërtetë. Sepse në qoftë se kupton këto lëvizje të parave, pra këto inflacione, si mund të quhen, të çdo shteti dhe pse ato lëvizje që bëhen, atëherë nga ai moment ti padyshim do kuptosh trukun se si mund të kursesh dhe të bësh pak para. Sepse investimet janë të ndryshme. Mund të investosh, shiko, unë njoh njerëz, mos kujtoni sepse unë shpesh kur flas me familjar, shok apo miq, thon, të investosh do para. Nuk është e vërtetë. Njoh njerëz që me 10 euro kanë bërë me qindra mira euro. Me 10 euro. Nuk është fantazi. Sepse janë vërtet njerëz të zgjuar. Janë vërtet ata, shiko, njoh njërin për shembull, që ai tani është miku im, është italian. Ai tani ka pasuri, ka hotele, ka shtëpia, vila, ka restorante. Pikërisht pra e filloi, ishte një kuoko, shef, ishte një shef. Shef i thjesht. Një shef brenda një restoranti. Kështu e filloi. Tek një mik i familjes së prindërve të tij. Nga aty e filloi. Dhe me investimet që bëri ai siç më thoshte, siç e njoh, kam shok dhe kemi vite bashkë, 20 vjet që njihemi, kam qenë tek shtëpia e tij, ai ka qenë tek shtëpia ime. Dhe nuk thot gënjeshtra. Dhe unë e di që nuk thot gënjeshtra, por unë kam pyetur se si. Dhe ai më thoshte që unë çmendesh Anadir. Çmendesh dhe nuk kuptoja se si. Me një fjalë, e dija që nuk mund të bëhesh i pasur vetëm duke punuar, por duhet të investosh. Dhe të dish të investosh është tepër e ndërlikuar, por është e suksesshme ndonjëherë edhe vritesh, sepse fillimet e para edhe unë u vrava me qëllim që krijohen probleme. Disa raste, dikush i vodhi, dikush i ka para akoma sot, disa para i humbi, por duhen kuptuar. Tani, të mbani mend një gjë, do ta mbyll me këtë. Ju kam thënë para pak ditësh që çfarë po ndodh në Amerikë me dollarin, me Donald Trump etj. Të mbani mend këtë. Në një moment që ka lëvizje të mëdha të parave, pra ka inflacion të madh, ulje ngritje të parave, nuk u mbasin të varfërit, por u mbasin ata që janë të pasur. Sepse ata që janë të pasur kanë, për të mbajtur një pasuri, ti shpenzon. Toka, vila, po edhe para, shpenzon. Dhe ti në qoftë se nuk i lëvron ato para, ti sa do t'i mbash ato para? Edhe sikur t'i mbash, ti prap shpenzon. Dëgjojeni me vëmendje këtë. Pra, një oligark që janë më të mëdhenj janë në Amerikë, edhe e dim këtë. Në qoftë se nuk ka lëvizje, sepse tani pse ka rënë dollari? Për mendimin tim ka rënë sepse, pastaj më thonin nëse unë kam të drejtë ose jo, sepse nuk ka lëvizje. Dhe mjafton, keni disa filma që tregojnë ndonjëherë që mjafton një gënjeshtër. Një gënjeshtër dhe të jetë gënjeshtër dhe ta dinë njerëzit që është gënjeshtër dhe ta thuash në televizor dhe gjithë media ta thonë, nga ai moment ka lëvizje të madhe. Dhe nga ai moment ka inflacion të madh. E dëgjohet mirë. Sepse dikush nuk do të shpenzojë dhe nguron. Të tjerë shpenzojnë në disa forma tjera dhe bëhet një rrëmuj dhe bie lëvizja e pasurive ose dhe parave. Mirë po, në këtë rast janë të mëdhenjt, janë ata që kanë para të madhe që bie vlera e parave. Sepse ata të mbash një pasuri kushton, qoftë të patundura, si thash, toka, shtëpia e tjerë, por edhe para të thjeshta. Dhe kur njerëzit nuk blejnë dhe nuk lëvizin sepse kanë frikë, sepse ndodh një diçka dhe kanë frikë, bie vlera, pra bie buxheti financiar i atij vendi. Duke rënë buxheti, u hiqet të ardhurave, të ardhurat u hiqen atyre, pra bien të ardhurat e atyre që janë të pasur. Dhe e dini se çfarë ndodh në këtë moment? Kur bien, ato shkojnë, shpërndahen. Gjithmonë në atë vend, por shpërndahen.
Dhe duke u shpërndar nga dalë, është si për ta them unë një poçe ose një diçka me ujë që buron nga sipër, por pastaj vinë edhe pikat poshtë. Pikat janë njerëzit e thjeshtë, por burimi është atje ku ka para. Okej? Dhe kur ato bien poshtë, shkon tek njerëzit e thjeshtë. Pra këtyre u shterojnë parat, jo u shterojnë të gjitha, por një pjesë prej parave dhe shkojnë tek njerëzit e thjeshtë. Pa dyshim shkojnë aty. Shkojnë tek taksat, shkojnë tek bankat, shkojnë tek kudo. Dhe në qoftë se kjo gjë zgjat 4 apo 5 vjet, në qoftë se zgjat 4 apo 5 vjet, këta do bëhen akoma më të varfër, oligarkët. Dhe buxheti gjithmonë rritet në popull. Nga ky moment njerëzit mendoj unë që duhet të investojnë. Nga ky moment. Duke filluar pikërisht nga ky moment. Megjithatë, unë e përsërisja një herë do dëshiroja përgjigjet tuaja, sepse unë nuk jam ekspert, nuk jam financier dhe nuk jam marrë me këto. Por më shtyn mendimi që mund të jetë kështu. Megjithatë, sot tash dua që të jeni ju protagonist. Do dëshiroja shumë. Ju, çfarë mendimi keni për kur ka lëvizje të madhe të buxhetit? Duke filluar thash që nga momenti kur ishim në Greqi apo erdhëm në Itali, pra pse kjo, si ka mundësi kjo lëvizje madhe? Pse tani në Shqipëri për shembull ka shkuar kursi 1-1? Për çfarë arsye? Pse duhet të shkojë 1-1? Kush e vendosi që shkojë 1-1? Çfarë e përcakton që kursi i lekut të jetë 1-1 me dollarin, me euron apo këta di unë? Pse? Pak a shumë, sepse deri para pak kohësh, për shembull ishte 1.2, 1.4 me euron po flas. Por tani pse ka shkuar 1-1? Për çfarë arsye? Pres komentet tuaja, thash padyshim ka ekspert mes nesh, por duhet ta kuptojnë gjithë dhe do dëshiroj që të gjithë të lënë një koment. Presë, ju përqafoj, kalofshi një ditë të bukur, fantastike dhe suksese dritë kudo që t'jeni Shqipe. Ju përqafoj.